tha që i vazhdonte të kërkonte konsolidim pushteti dhe kontrolli për të dhe strukturat e qeverisë së tij. Ka thënë që thjesht po testonin se sa mund të nxiste unikun dhe KFOR-in të pranonin fake complete të UÇK-s, pra qeverisjen e UÇK-s. Pavarësisht kësaj, pavarësisht marrëdhënies me ndërkombëtarët, tha që i vazhdonte të kërkonte konsolidim pushteti dhe kontrolli për të dhe strukturat e qeverisë së tij. Dhe në njëjtën kohë shmangte, anulonte apo mohonte krimet që kishin ndodhur oponentëve. Për të parë disa shembuj të kësaj që sapo thash. Një kablogram ku përshkruhet një takim i vështirë, më 29 korrik të 1999-s, ku Thaçi është ka mohuar të pasur vepra penale dhe ka thënë që thjesht po testonin se sa mund të nxiste unikun dhe KFOR-in të pranonin fake complete të UÇK-s, pra qeverisjen e UÇK-s. Kjo theksohet në paragrafin 45 të dosjes son. Një kablogram i mëpasshëm, i 7 gushtit 1999, thekson se, citoj, Thaçi ende përpiqet të konsolidojë pushtetin e vet dhe rolin ekzekutiv të UÇK-s në terren. Mbyll citimin. Kjo është në provën 1977. Edhe në nëntor, goxha kohë pas periudhës për të cilën ngrihen akuza, Thaçi përpiqej po ashtu të ushtronte pushtet. Më 15 nëntor të 1999-s, Bernard Kouchner dha këshilla dhe tha se Thaçi kishte për të qarta synimet e veta për të bojkotuar unikun dhe KFOR-in derisa, citoj, të respektonin dëshirat e tij. Mbyll citimin. Të nesërmen, generali Reinhardt, i cili kishte marrë detyrën nga generali Jackson si komandant i KFOR-it në Kosovë, ka thënë si në vijim. Mund ta shihni edhe në ekran teksa po e lexoj. Citoj. Thaçi po bojkoton takimin e komitetit sot. Ai nuk pranon të bashkëpunohet dhe kjo tregon që ai nuk respekton institucionet dhe anëtarët e tjerë të komisionit, po sillet si një fëmijë që nuk është i kënaqur dhe nuk i japin lodrën e preferuar. Lodra që do ai është presidenca e Kosovës dhe udhëheqjet e vetme politike në ambrellën e administratës Kouchner. Mbyll citimin. Në përmbyllje, do të flas për disa nga argumentat më specifik shtesë që lidhen me qëllimin e përbashkët kriminal, të cilin e kanë trajtuar mbrojtja në dosjet e tyre. Së pari, mbrojtja e Selimit argumenton se objektiva e NKP-s dhe jo vetëm mjetet duhet të jetë qëllim i qartë kriminal. Sidoqoftë, burimet ligjore që kanë cituar në dosjen e tyre janë pikërisht e kundërta e asaj që duhet të kishte thënë mbrojtja e Selimit. Për shembull, paragrafi që citohet në rastin prima shpjegon qartë që kriteret për planin e përbashkët të jetë kriminal është në thonjësa se duhet të ketë si objektiv krimin sipas statutit ose pretendimin e krimeve brenda statutit si mjet për të arritur atë objektiv apo qëllim. Mbyll citimin. Sikur të shpjeguar në poshënimin 4 të dosjes son, kjo është një pasqyrimi fjalë për fjalë i çështjes Tadić. Së dyti, ka pasur objektiv UÇK-ja për pavarësinë në Kosovë, por kjo nuk do të thotë që ata nuk ka pasur përgjegjësi si antar të NKP-s për të përfituar, të ushtruar kontroll në Kosovë në mënyrën se si kemi paraqitur ne në dosjen tonë. Logjika e bën të qartë se pavarësia do të ishte një parakusht për ta, pikërisht që të merrnin kontrollin që dëshironin. Kjo është thjesht logjike edhe është jurisprudenca e mirë vendosur tashmë që një person mund të ketë disa objektiva njëkohësisht. Për shembull, merrni rastin Karaxhiç, i cili ka marrë pjesë në 4 NKP të ndara, por që lidheshin me njëra tjetrën, por me objektiva të ndryshme. Dosjet e mbrojtjes jo vetëm që është përfillin këtë realitet, po në mënyrë të vazhdueshme përpiqen të bëjnë dallim mes tyre dhe përfshir përmes referencave motivimin e të tjerëve.